Historia e kryqit të famshëm të kishës së fshatit Labov na tërhoqi drejt kësaj treve ku pasuritë natyrore nuk janë të vetmet resurse. Udhëtimi për në Labov nis shumë kohë para se fizikisht ta nisësh atë. Njohurit mbi këtë vend mistik janë të lidhura pashmangshmërisht me imagjinatën. Shekuj të tërë histori, brenda një hapësire kaq të vogël dhe kaq shumë të lënë pasdore. Përballja e parë me harresën nis sapo merrkthesëm për në rrugën që të çon në këtë vend, ku ndodhet një prej objekteve më të çmuara të trashëgimisë tonë kulturore. Kisha e Shënmërisë, apo e njohur gjërësisht si Kisha e Kryqit, që i dha edhe emrin këtij vendi. Rruga e pa asfaltuar që ndodhet para se të kthehesh për të hyrë në Labov, duket se tashmë është kthyer në një tabel orientimi për çdo që viziton për herë të parë Labovën. Ndalesa e parë nuk mund të mos jetë tjetër veç se në kishën e Shënmërisë në Labov. Me një moshë më shumë se 15 shekullore, Kisha e Labovës së Kryqit vlerësohet si një prej monumenteve më të ralla historike, fetare dhe kulturore të Shqipërisë. Studiues vendas dhe të huaj pranojnë se Kisha e Shënmërisë është një objekt i periudhës paleokristiane. Për periudhën e ndërtimit të saj supozohen disa kohë të ndryshme, të dhëna nga studiues të ndryshëm. Viti 554 është i gdhendur edhe mbi portën e vjetër të kishës, por mendohet se ky vit i përket kohës së ndërtimit të kishës mbi themelet e vjetra. Njihet gjithashtu edhe si një ndër 40 kishat e para të ndërtuara në të gjithë botën. Gjas Stefani, një mësues pensionist, mikpritësi dhe shoqëruesi ynë i këtij udhëtimi. Ciceron vullnetar i vlerave të kishës së lashtë dhe i papërsëritshëm në njohurit e tij. Na tregon detaje mbi ndërtimin e kësaj kishe, që daton në vitin 554 dhe thuhet se është prnder të Konstantin Labovitit, një shpatar i dalluar dhe një prej njerëzve më të besuar të perandorit Justinian. Perandori latin i bëri dhurat atij këtë kishë si formë shpërblimi për kontributin e tij në luftra. 5 vjet pas ndërtimit, një nga njerëzit e besuar të perandorit Justinian i bëri dhurat kishës një kryq me peshë 4 kg, që kishte thuajse 600 gram ar. Fill pas kësaj, fshati mori dhe emri Labova e Kryqit. Mija pohon se dokumenti që dëshmonte vjetërsinë e këtij objekti që prej kohës së Justinianit është djegur nga një zjarr aksidental. Kjo kishë, që mban emrin Kisha e Lindjes së Shënmërisë, është e vetmja kishë në zonën rurale të Bizantit të Largët. Historia e saj është e lidhur ngushtë me perandorin Justinian. Është ndërtuar pas ndërtimit të Shën Sofisë në Konstantinopol. Ka filluar rreth vitit 536, ka përfunduar në vitin 554. Kjo datohet jo vetëm nga kjo se kjo është më vonshme, po dera origjinale që ishte aty matan, aty ishte një tull e shkruar me shifra romake. Ajo tull, që ishte autentike e ndërtimit të kishës dhe shënonte 554 me shifra romake. Unë çova në muze se më kërkoi i ndjeri Lefter Dilo, drejtori i muzeut të Qarku Gjirokastrës, dhe kur doq shtëpia e Lefter Dilos, është djegur bashkë me të. Ka humbur një dokument autentik shumë i rëndësishëm. Pra ka humbur dokumenti që dëshmonte... Është djegur tulla që dëshmonte 554 vjetërsinë e kishës. Se kur vinë
specialistët dhe që nuk kanë djeni, kur shonë këto me shifra arabe, thonë shifrat arabe kanë hyrë nga shekulli 7 e tuti. Dhe krijon një pikpyetje. Por në punimet tek libri Kronika e Driopisë shpjegohet qartë ndërtimi i kishës dhe lidhet me Konstantin Labovitin, që ishte shpataraku i parë i Justinianit. Justiniani e thiri i gëzuar për fitoren që arriti dhe i thotë çfarë dëshiron. Dhe ky i thotë që unë nuk dëshiroj asgjë, vetëm në vendlindjet tënde dhe time në Iliri, të ndërtohet një kishë në shembullin e Shën Sofisë të Stambollit, të Konstantinopolit. Kjo zonë është e pasur me objekte të tilla të çmuara. Në një sipërfaqe të vogël brenda kësaj zone, ndodhen rreth 30 kisha dhe 4 manastire të ndërtuara mbi rrënojat e tempujve pagan. Manastiri i Shën Gjergjit, që është Matan, është ndërtuar mbi tempullin pagan të Apollonit, ose kisha e Shën e Prendes, është ndërtuar mbi tempullin pagan të Afroditës, ose Veneras, që i thonë romakët, ose kishat, që ka disa kisha, edhe një manastir të Shën Nikollës, janë ndërtuar mbi tempullin pagan të Poseidonit. Element të ndryshëm ekzistent në brendësitë e saj dëshmojnë vjetërsinë dhe vlerat. Gravura e Justinianit, e cila ndodhet vetëm në 2 kisha, në kishën e Labovës së Kryqit në Shqipëri dhe në kishën e lindjes së Jezu Krishtit në Jeruzalem, është sipas Mihës një tregues thelbësor i vlerës së këtij objekti. Çfarë të veçantë ka kjo kishë? Pse është kaq e përfolur si një ndër kishat më të veçanta, një ndër kishat më të bukura? Dhe pastaj të fokusohemi pak edhe tek historia e kryqit, sepse kjo kishë ka edhe një kryq nga i cili ka marrë emrin, edhe për cilin është tepër e njohur. Po, themi një herë, çfarë të veçantë ka kisha e Labovës së Kryqit? Veçantia e parë se kjo është ndërtuar në kujdesin direkt të perandorit Justinian. Pra është kishë perandorake, është e vetmja në zonën rurale. Ku duket jo? Cilat janë këto detaje që dëshmojnë që është një kishë perandorake dhe diferencojnë nga kishat e tjera? Detajet janë ndërtimi arkitekturor një herë, dhe vetë fakti që atje para 10 vjetë Instituti Monumenteve zbuloi afreskun e kishës së Shën Sofisë të Konstantinopolit, të Stambollit, kjo është një tregues bindës. Tjetër, aty ndodhet gravura e Justinianit, që është vetëm në 2 kisha ndodhet gravura e Justinianit, në këtë kishën tonë këtu të Shërmërisë, të lindjes së Shërmërisë, edhe në kishën e lindjes së Krishtit në Jeruzalem. Këto 2 detaje janë të bollshme për të treguar se kjo është e një rëndësie të veçantë. Një tjetër detaj i vënë dukje nga 80 vjeçari Stefan Miha është dhe e kuqja e pasbërthyer e Onufrit, që ndodhet në këtë kishë. Këtu kemi tek ajo ikona atje, është e vitit 1654 dhe e ka ndërtuar një shok i ngushtë i Onufrit. Dhe kuqja e pa zbuluar, e pa zbërthyer gjermësot e Onufrit, ndodhet edhe në këtë kishë. Kjo është një vlerë e veçantë. Kryqi i famshëm i njohur gjerësisht është kthyer në legjendën e gjallë të këtij vendi. Thesari i rrallë ruhej brenda mureve të kishës 500 vjeçare për shekuj me radhë. Deri në fundin e viteve 80, në kishë gjende i fshehur mirë nga besimtarët një kryq tërësisht i florint brenda veshjes së artë të cilit thuhej se ndodhej një cop drug nga kryqi në të cilin u krishtlizua Jezu Krishti në Jeruzalem. Ky kryq u mbajti fshehur për shekuj me radhë brenda mureve, i parashikuar që nga projektuesit dhe ndërtuar me shumë mjeshtëri dhe fantazi, brenda një kamareje të fshehur me dru dhe disa radhme me libra të shenjtë. I kaluar brez pas brezi për shumë shekuj, kryqi që i dha emrin fshatit dhe i nderuar edhe sot nga banorët, me rënien e regjimit komunist u vot dhe asnjëherë nuk u gjet, pavarësisht kërkimeve apo apeleve të shumta të banorëve për rikthimin e tij në kishën e Shënmërisë në fshatin Labov të Kryqit. Në vitin 1967, kur nisi shkatrimi i objekteve të kultit, kryqi i shenjtë u fsheh nga banorët e fshatit.
Ai u rishfaq në vitin 1968, pas shantazheve të njëpasnjëshme të sigurimit të shtetit për ta kthyer kryqin në fondin shtetëror të trashëgimisë. 3 vjet më pas, në 1989, ai vidhet dhe prej asaj dite, gjurmët e tij zhduken. Mia tregon se kryqi ishte rreth 450 gram, i larë në Flori. Ai mban për herë me vete fotografitë të tij, ndërsa na rrëfen me pasion historinë e këtij kryqi famëmadh. Të mbetemi tek historia e kryqit, që është edhe më e rëndësishme. Dua që të më tregosh një herë vendin se ku ka qenë kryqi. Kryqi mbaj aty sipër. Ka tek ajo podhe aty. Mbaj fshehur. Dhe dini vetëm priti dhe di 3 besnikë të tij. Dhe për të arritur gjëra atje, kishte ndërtuar shkallë të vogla shkallët, jo një shkallë e madhe si mund të përdorej nga vjetësit, shkallë të vogla që smontoheshin. Kryqi vendosej në një kuti shumë e bukur. Sa i madh ishte kryqi? Kryqi ishte 4 kg e gjysmë. Po si madhësi, si për masa? Si madhësi, jo, kaq. Dhe brenda, kishte montohej, kishte me lidhosje kjo, hiqej kjo, ku vjen një kuti, hiqej kjo, vendosej, dhe vendosej në kuti që e mirë të kutia. Dhe ku ka qenë ashkla që pretendohet se ka qenë nga kryqi kryqëzua Jezusi? Gjydhosej hapej kjo, hapej, kishte vida, hapej, dhe brenda ishte një kuti e vogël, e kam parë, kur ishte i vogël, kishte një kuti të vogël, dhe ishte 60 dirhem quhet, masën turqishe, 60 dirhem nuk e di sa. Që si e konvertojmë sot ne? Sa ne? gram, diçka e tillë, më tepër se 100 gram. Më tepër se 100 gram, po. Nga druri i kryqit original ku kryqëzua Jezusi, gjithë historia e Jezu Krishtit, që nga lindja, darka mistike me radhë, ishin paraqitur aty. Ikonostasi me vlera të rralla ka rënë disa herë prej grabitësve gjatë dekadave të fundit. 15 ikona të çmuara u morën në vitin 1998, por pas pak ditësh ato u braktisën brenda një thesi pranë fshatit. Rasti i tretë i grabitjes ishte në muajin shtator të vitit 2007, kur 20 ikona u vodhën nga ikonostasi. Për banorët, të gjitha rastet e grabitjes, më shumë se dëm e vlerësohen si fyerje ndaj kishës dhe komunitetit që e ka mbajtur prej shekujsh. Ata pohojnë se të gjitha ikonat e vjedhura kanë një vlerë shumë të madhe pasi janë shumë të lashta, gati 6 shekullore. Bizantologu i shquar gjerman Bertrand Koch, që punoi me vite të tëra, e ka quajtur Gjevairi rrallë i artit botëror. I kryqi ikonostasi ndërtuar në vitin 1805 nga një shqiptar prej Korçë, i quajtur Dimitri, ka edhe mbi shkrimin atje, dhe është ndërtuar ky ikonostas. Në këtë ikonostas ki tregon nivelin e lartë të artit shqiptar në fillim të shekullit 19. Punimi është gjithi në dru, i lier me barak special. Këto janë ikona origjinale të gjitha? Këto janë ikonat origjinale. Janë të restauruara ndonjëherë sepse duken shumë të mbajtura. Nuk janë restauruar, janë mirë mbajtur, kurse pjesa e sipërme janë vjedhur para 10 vjetëve dhe ikonografët e rinj në Tiranë i kanë ndërtuar dhe i kanë zëvendësuar disa prej tyre. Ato nuk janë origjinale, janë vjedhur. Ku kanë vatur nuk e dim, bashkë me kryqin. Këtu janë bërë disa herë vjedhje. Janë vjedhur gjithë ato ikonat, që janë rreth. Këto që janë bosh? Jo, dhe këto që janë plot. Dhe këto që janë plot? Këto u të mësuar me kopje. Të gjitha? Të gjitha me kopje. Të gjitha? Nuk janë originalet. Originalet janë vetëm këto, kanë mbetur. Këto janë në mur, të pikturara në mur? Po. Edhe vjedhje tjetër janë vjedhur ata që themi skripterët, disa që tregojnë shenjtorët, ata ishin të lyer me art. Edhe kryqi që është vjedhja më e madhe dhe më e rëndësishme. Vizitorë të shumë do tëtojnë deri në fshatin e largët për të parë këtë kishë dhe prekur nga afër bukuritë e njohura të saj. Duket madhështore në pamje të parë, por brenda është shumë herë më e vogël, pohon një turist izraelit.
Albania is very similar and also very different from Israel. Yeah. Shqipëria është sa e ngjashme aq edhe ndryshme nga Izraeli. Pamja që të rrethon është shumë e bukur, ka shumë gjelbërim, ndërsa ne kemi më shumë zona urbane. Fshatrat tuaja janë të mrekullueshëm. Fushat e gjera janë një pamje që ne nuk e shohim përditë. Countryside is the villages is beautiful, and we have also we're more urbanic country. The church it's very big from outside and very small from inside. Kisha në pamjen e saj të jashtme duket aq e madhe, ndërsa brenda është shumë herë më e vogël. Por është vërtet e bukur dhe brezëndse. Nuk je fjalë për ta përshkruar. Por pamja e saj të lë pa fjalë. Thjesht e bukur. You feel something when you do, but it's beautiful. Para 10 vete, Instituti Monumenteve bëri pastrimin e gërtjeres dhe doli kia fresk me vlera të rralla. Është Jezuj blu me Shën Stefanin dhe Shën Pietrin, dy shepujt e tij. Jezuj blu ndodhet vetëm në kishë dhe në kishën e lindjes së Krishtit në Jeruzalem. Për këtë ka vlerë të madhe. Ka dhe historinë e vet blu. Pse i thon blu? I thonë Jezu blu se kur në perandorinë bizantine, kur u krijuan di fraksione të kristianizmit, fraksioni i monofizëve dhe i biofizëve. Fraksioni i monofizëve besonte se është një Jezu qiellor, jo toksor, dhe ata përfaqësoheshin nga Jezuj i blertë. Kurse fraksioni që ishte në pushtet me Justinianin besonin se ishte dy Jezu, domethënë Jezuj qiellor dhe toksori, siç rruhet akoma dhe sot në fenë kristiane. Në shekullin e 7 filloi lëvizja kundër ikonave. Edhe këto ikonat murale, domethënë freskët, u mbuluan, kurse ikonat e tjera u dogjën ato nga kundër ikonave. Dhe prandaj e gjithë kjo lyerje, po të pastrohet, që do fundet të mëdha, ka freske të fshehura në të. Kambana e madhe ka ardhur nga Anglia me porositë emigrantëve labovitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 1929. Kurse kambana e vogël poshtë është origjinalja bashkë me kishën e vitit 554. Ato për festa me rëndësi fetare bien të dia bashkë. Kurse e madhja kështu në mënyrë normale bie për festa, kurse në rast se mortjes, vdekje, varrimesh, bie që themi ne mënjanë. Labova e kryqit njihet edhe si një nga vendbanimet e hershme prej periudhës bizantine. Dëshmi e saj është kjo kala e vjetër, që vendasit sot e quajnë Palokastër. Kalaja e Labovës, një monument me vlera të mëdha arkeologjike dhe kulturore, është konsideruar nga autorë të ndryshëm si pjesë e strukturës mbrojtëse të luginës së Drinos me qendër Antigonen, por krejtësisht e lënë në harres. Për të nuk kujdeset askush. Arkeologu Vladimir Qiriaqi ka qenë një prej atyre që ka kryer gërmimet e para në këtë territor në vitin 1987. Për të, ky vendbanim është një aset turistik i jashtëzakonshëm, por i pa propaganduar. Kemi mundur t'ja marrim këtë intervistë intelektualit Gjirokastrit, vetëm 2 ditë para largimit të tij të papritur dhe të parakohshëm nga jeta. Për mua është i gjithë një qytetërim. Është një vazhdimësi që fillon shumë shpejt dhe vazhdon në faza të ndryshme me monumente të ndryshme, me shkëlqime të ndryshme. Ne kemi filluar punë, ne kemi punuar, po shikojmë që sa më shumë punojmë, aq më shumë punë do t'i duhet arkeologëve, arkitektëve, restauratorëve për këtë
sajt të jashtëzakonshëm. Kush është i pari dhe ai që unë jam lidhur më shumë dhe për mua është i jashtëzakonshëm për gjithë territorin, është Kalaja e Labovës. Është i datuar sipas gërmimeve në shekullin e 5 para Krishtit, në kapërcjellë të shekullit të 4 dhe me formën e tij arkitektonike, me monumentalitetin madhështinë e tij, është unikal në një territor shumë të gjerë. Ne për herë të parë në një territor të brendshëm gjejmë kullën e rrumullakt, kullën trapezoidale, fortinat, arkitekturë me element shumë të përpunuar që zhvillohen në territorin e Ilirisë dhe Epirit në një kohë shumë të vonë. Kemi gjetur në lartësinë rreth mbi 900 metra mbi nivelin e detit, mbi nivelin e Kalas së Labovës, vendbanimin që në mënyrë logjike lidhet me këtë monument. Dhe me një emër shumë interesant, Arko Fole. Dhe një vendbanim tjetër, Shkoz, që përsëri kërkojnë të zbulohen. Dhe fillimi dhe monumentaliteti është Kalaja e Labovës. Shkëlqimi me siguri është Kisha e Shënmërisë, po në këto kufi, në këto hapërsira zhvillohen edhe shumë monumente tjera, zhvillohet ky qytetërimi pa ndërprerje që dhe njerë po e përsëris ne duhet ta zhvillojmë dhe duhet ta kërkojmë. Në fund të këtij udhëtimi të shkurtër, ku sigurisht shumë gjëra mbetën pa thënë, mbartëm me vete ndjesitë e një bote mistike. Magjepsin e këtyre objekteve të së shkuarës, keqardhjen për braktisjen e vlerave. Edhe pse me një numër të lartë vizitorësh që shpesh i kalon të 200 në muaj, të ardhurat e pakta nuk arrin për të mirëmbajtur kishën që rrezikon shembjen. Në ikje, nuk mund ta kesh të lehtë të harrosh zhveshjen e pamëshirshme të këtij objekti madhështor. Prej fillimit të demokracisë, zhveshja e kishave nga objektet e kultit kanë qenë dukuria më e shpeshtë. Një numër i madh kishash rampre e hajdutëve, të cilët grabitën çdo sent me vlerë jo vetëm fetar, por edhe kulturor, duke shkaktuar skandalin e humbjes së vlerave të vërteta kulturore dhe historike, për t'i cilësuar këto vende si vende pa histori, duke qenë se fshin pothuajse çdo gjurmë të saj. Kisha e Labovës së Kryqit vazhdon të ri në këmbë me shtrembësinë e vet të habitshme. Një pizë shqiptare që rënkon nga dhimbjet e plagëve të kohës dhe goditjet e pamëshirshme të njeriut, me e keqja nga të gjitha, indiferenca dhe harrimi.